Sot do të përgatis një vakt tepër të shpejt me domate. Është një recetë tepër e thjeshtë, por shumë e shijshme. Do të përdorim 300 gram me domate, të cilat i kemi prerë në copë të vogla. 100 gram me qep, të cilat i kam prerë në gjysmë rrethi, 3 kokra vezë, një spec e vogël e kuqe, krip, piper i zi dhe spec i kuq i ëmbël. Fillimisht do të përdorim dhe gati 1 filxhan kafeje me vaj ulliri. Vajin e ullirit e kemi ndarë në 2 tigan. Në të dy këta tiganët kemi ndarë 1 filxhan kafeje me vaj, gjysmën këtu, gjysmën atje. Fillimisht vendosim qepët te ky tigani këtu dhe për disa minuta i kaordisim. Pasi kemi lënë gati për 4-5 minuta qepët të zbuten dhe të kaordisen, do të shtojmë specën. I përziejmë dhe pas specave shtojmë dhe domatet. Për disa minuta i kemi lënë dhe domatet që të zjejnë bashkë me qepën dhe derisa të largohen lëngjet e domateve. Shohim që në tigan nuk ka më lëngun e domateve dhe këtu do të shtojmë piperin e zi, specin e kuq dhe pak krip. Do ta ulim sobën, nuk e mbyllim, e ulim dhe e lëm këtu. Në një enë vendosim 3 kokra vezë, këtu do të shtojmë pak piper të zi, pak krip dhe vezë do t'i rrajmë fort. Gjithashtu vendosim dhe tiganin në zjarr, të ngrohet, tiganin tjetër, tek i cili kemi vendosur gjysmën e vajit ullirit. I rrajmë vezët mirë dhe pasi kemi rrahur mirë dhe të jetë ngrohur paksa vaj, i shtojmë, i hedhim në tigan. Vendosim vezën për ta skuqur dhe e përziejmë vazhdimisht. Pasi është skuqur plotësisht veza, do ta shtojmë tek tigani i parë, ku kemi vendosur domatet. I përziejmë edhe pak, edhe pse e kemi sobën të ngrohur, të ndezur. Për pak do t'i përziejmë dhe e kemi gati pjatën. Pasi e kemi përfunduar recetën, e vendosim në pjatë për ta servirur dhe e kemi gati.